Muaji gusht ka nisur me temperatura rekord, vapë përveluese, nete tropikale dhe ditë me mbi 40 gradë Celsius pritet të dominojnë në të gjithë vendin. Institucionet kanë ngritur alarmin, ndërsa qytetarëve u bëhet e thirrje të tregojnë kujdes maksimal për të shmangur pasojat e të nxehtit ekstrem. I gjithë territori i maqedonisë së Veriut është përfshirë nga faza portokalli për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të larta, ndërsa sipas parashikimit më të fundit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, valet e nxehtit do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim. Meteorologët paralajmërojnë mot me diell dhe shumë të nxehtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Temperaturat maksimale ditore kudo do të jenë mbi 32 gradë Celsius, ndërsa në rajonet më të nxehta do të arrijnë dhe do të tekalojnë 40 gradë Celsius. Sfidë shtesë do të jenë edhe temperaturat e larta gjatë natës, të cilat nuk do të ulen ndjeshëm, duke rritur rrezikun për probleme shëndetësore. Autoritetet shëndetësore edhe njëherë apelojnë që qytetarët të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Më të rrezikuarit janë personat mbi moshën 60 vjeçare, të sëmurët kronik, gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël dhe punëtorët që qëndrojnë për një kohë të gjatë në ambiente të hapura. Nga Instituti i Shëndetit Publik rekomandojnë që të shmanget ekspozimi drejt për drejtë në diellën në periudhën nga ora 11 deri në orën 17, të konsumohet rregullisht lëngje, të vishën rroba të lehta dhe me ngjyra të qelta, ndërsa ambientet të ajrosen në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Institucionet kompetente kujtojnë gjithashtu se fëmijët, të moshuarit apo kafshë shtëpiake nuk duhet të lihen asnjëherë në automjete të parkuara. Në rast të simptomave si dhimbje të forta koke, marramendje, të përziera, rrahje të shpejta të zemrës ose lodhje e theksuar, qytetarët duhet të kërkojnë mënjëherë ndihmë mjekësore, pasi mund të bëhet fjalë për goditje nga të nxehtit. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, valet e nxehtit nuk pritet të zbutës së shpejti. Përkundrazi, deri në fund të javës së ardhshme, temperaturat do të vazhdojnë të rriten dhe në shumë vende do të tekalojnë në 40 gradë. Temperaturat e larta do të vazhdojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjes edhe natës, ndaj freskim pothuajse nuk do të ketë.